Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit, të bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është Lejleku të dashur. Kena të fletë për ndryshim pozitiv, lëvizje përpara, fillime të reja, që sjell përmirësim në jetën tënde. Mund të jetë një ndryshim fizik, si shpërngulje, lëvizje pune, apo emocional, si zhvillim personal, maturim apo transformim. Në marrëdhënie të dashur Luan, Lejleku pasqyron hyrjen në një fazë të re. Kjo mund të jetë një ofrim më i thellë, ndryshim dinamik ose vendime të rëndësishme për të ardhmen. Mund të tregoj lindjen e diçkaje të re në qift, jo domosdoshmërisht fëmijë, por një kapitull i ri. Në jetën tuaj personale, ti po kalon një transformim të brendshëm të dashur Luan, po largohesh nga një version i vjetër i vetes dhe po bëhesh më i vetëdijshëm për vlerën dhe drejtimin tënd. Në punë, karrierë, diçka po ndryshon. Mund të jetë një ofertë, një ristruktrim apo një vendim që do të çojë në një nivel tjetër. Pra, kjo letër pasqyron ndryshimi që po troket në derën e juaj dhe është për të mirë. Mos e refuzon nga frika. Është ndonjëherë aman çfarë është se kemi frikë, sepse çdo hapëri po të çon më afër vetes që e ke pritur të bëhesh. Të dashur Luan.